Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela ka zbuluar një skandal që sipas tij po e bën qeveria, duke dashur të devijojë punimet në korridorin 8, duke u thirrur në burime të sigurta brenda qeverisë. Sela thotë se qeveria nëpërmjet kushtëzimit financiar ndaj Behtelenkas mundohet të devijojë dhe të ndalojë punimet që kanë të bëjnë me korridorin 8. Sipas Selës, qëllimi është hapja e rrugës së veprimit për botën serbe. Që ka ndodhur të përjashtojnë nga këto projekte infrastrukturore, të gjithë Pollogun, të përjashtoj lidhjen e Tetovës, Kostivarit, Kërçovës dhe Strugës, ashtu si me rastin e ndërtimit të autostradës Kërçov-Ohër, kur u devijua segmenti i korridorit 8, në po të njëjtën mënyrë, tani më informacionet tona flasin që qeveria mundohet që të ndalë punimet që ka nisur rreth korridorit 8 dhe punimet të vazhdojnë në drejtim të ndërtimit të segmentit Ohër-Manastir, Manastir-Prilep, në mënyrë që direkt të bëhet lidhje përsëri me korridorin 10D. Sela përmendi projektet infrastrukturore të realizuara nga qeveria brenda këtyre 20 viteve në pjesën maqedonase, tha se për dallim prej këtyre ende janë në pikpyetje punimet për autostradën Blac-Shkup edhe për rrugën Tetov-Prizren. Autostrada Blac-Shkup, 15 km, vazhdon të jetë temë e diskutimeve, a do ndërtohet, a s'do ndërtohet. Autostrada dhe tuneli Prizren-Tetov është vetëm për përdorim elektoral dhe asgjë tjetër nuk shohim që investohet ose po bëhet nga ana e kësaj qeverie. Prandaj, ne u bëjmë thirrje ashtu edhe një herë, siç e thash, duam të alarmojmë faktorin ndërkombëtar, në të njëjtën kohë, i bëjmë thirrje edhe pjesëtarëve shqiptar që janë në qeveri. Aty janë për të mbrojtur interesat edhe të atyre që i kanë votuar. Ditë më parë për çështjen financiare që lidhet me qeverinë dhe Behtelenkan, foli edhe kryeministri, po pati sqarim edhe nga kompania. Kujtojmë gjithashtu se nga kjo kompani, së fundmi janë larguar 50 punonjës që janë shtetas të Maqedonisë së Veriut e që kanë qenë të angazhuar në ndërtimin e korridorit 8.